Ajo prekej aq shumë, lëndoj aq shumë, sa dilte nga shkolla duke qarë. Dhe unë detyrohesha ta mbaja në telefon që gjithkohës. Derisa të mbrinte në shtëpi dhe që të siguroj që kishte mbritur në shtëpi. E munduar të flasë gjithkohës, ta mbaj afër. Por me sa duket nuk ja kisha arritur, sepse në një moment hapa derën e dhomës së saj edhe i gjej me një gjë të mprehtë që priste veten. Jo për të nxjerrë gjak, për t'i dhëmbur. Momentin e parë jam shtangur, sepse s'po u besoja dot syve, dhe kur po e pyeta se pse po e bënte një gjë të këtij lloji, po tha që kishte lexuar që kjo ishte një formë që duke i bërë dëm vetes, duke ndjerë dhimbje fizike, nuk ndjen dhimbje shpirtërore. Unë duk vetja e dështuar që nuk isha arritur t'ja përcjellja dashurinë për veten,